Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Kush bën një sakrificë të madhe për ty? Dhe do ta zbulojmë me anë të shenjave të horoskopit dhe të gërmave të alfabetit. Pra, kush bën një sakrificë të madhe për ty? Kush është ai person që bën një sakrificë të madhe për ty? Ky person ka një krizë në familje. Dhe ky është në pritje, ka gjithë botën, por ka një vuajtje shpirtërore për ju që jeni në distancë. Pra, e vuan këtë distancën, këtë largësinë me ju. Ka një krizë në familje, dhe kjo bën që të jetë shumë i trishtuar, pra të marrë këto lëndime të forta në zemër. Është i mërzitur, është pak i mërzitur, por i afrohet kjo kup dhe i thot mos u mërzisni, unë do t'ju ofroj pak mjaltë për të larguar këtë trishtim dhe këtë mërzitje që ju plakos. Sepse ju jeni për të një princeshë e monedave, një femër shumë pozitive, shumë e dashuruar me këtë mashkull. Dhe ky është gjithmonë në ankth, në një dëshpërim për këtë largësi që ka me ju. Është një person shumë shpirtëror, që ju do me shpirt, me zemër, dhe me ju do të krijoj një lidhje të fortë, një lidhje të konsoliduar, të mrekullueshme. Ky do të bëjë një sakrificë të madhe për të ardhur drejt jush dhe për të zgjidhur të gjitha gjërat që keni lënë pezull. Ushtari i shpatës tregon që ky është një lajm i shpejtë dhe ky bën një sakrificë, lë të gjitha pas për të ardhur drejt jush dhe për të sqaruar dhe për të marrë një vendim në jetën tuaj. Kush është ky person që bën këtë sakrificë të madhe për ju? Me kë rezonon, me kë gërm të emrit apo të mbiemrit tuaj? Me gërmën H, gërmën G, O, Zh, Sh, Z, Y, S, Z, me gërmën K, me gërmën Q, me gërmën N, gërmën M dhe gërmën D. Kurse me shenjën e horoskopit mund të rezonoj me akrepin, me denjin, me dashin, me gaforen, me binjakët, me virgjëreshën, peshqit dhe me luanin. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.